Do Bruxelli ka drogë, do Bruxelli ka gjak, do Bruxelli ka dhunë, do Bruxelli ka skamje dhe mjerim ekonomik. Do Bruxelli të proteste po jo? Kjo, po ju intereson atyre. Po çfarë intereson atyre? Sepse vetë Bruxelli ka dhënë miratimin e ndërtimit të këtyre njësive të banimit. Janë 9.000 njësi banimit paktën për aq sa dim ne. I ka me miratimin I ka miratuar Bruxelli dhe thotë jo më shumë se 2 kat. Ka dhënë miratimin Bruxelli, pik. Edhe për të hedhur ri syve njerëzve dërgon disa deputet, kështu që shikoj se ne miratojmë fjalën e lirë. Pra është lojë e madhe. Pa është lojë e madhe, do zhvendosen ata, do ikin gjithë ata të pakënaqur nga sundimi i Netanyahu dhe do vendosen këtu. Ky është kafshimi i parë i madh që po i ndodh Shqipërisë dhe po vendosen pikërisht në zonën më elitare të Shqipërisë. Ne nuk do kemi më mundësi të bëjmë plazh. Atje është e pamundur. Parat janë dhënë. Ai po të dha para pastaj nuk të pranon t'ia kthesh mbrapsht. Ja, siç të thash, janë dhënë mbi 6 miliardë euro. Do bësh ashtu si thon shefat. 6 miliardë? Unë pash një material, unë jam i bindur dhe më shumë se 6 miliardë euro. Ka dhënë shteti izraelit me qëllim që të vendosen hebrejt këtu. Edhe atë ishullin atë Zvërnecin. A i di që Zvërneci ka qenë tokë e Abdyl Frashërit? E kupton se si manipulohet opinioni publik, si mashtrohet. A e kupton që ajo tokë mund të ketë pronar. E kupton që e bën vetë këta qëllimisht atë punë, sepse nuk kishin mundësi t'i kalonin dot të gjitha ato, ndërkohë që gjitha ato projekte, ndërkohë që njerëzit protestojnë, këtu po kalojnë të merret më të mëdha që po i bëhen këtij kombi, këtij shteti. Po u falet tokat huajve, do vinë të huaj tu. Edhe do të na përzën ne, mirë që do vinë, po do të na përzën ne. Ti e di që ne nuk kemi të sigurta shtëpitë në të cilat banojmë? A e di që si kemi as ato të sigurta? A kupton që është një plan i madh për zhvendosjen e shqiptarëve? Një pyetje kam unë, pse u zgjodh ishulli i Sazanit? Ndërkohë që tek ishull kemi ne. Po një ishull kemi ne. Ka Greqia me mirë. Pse u zgjodh Sazani? Po shkoj që thënë është me lidhje që kemi me Mesdheun me kush kontrollon Sazanin? Kontrollon gjithë Mesdheun deri në Gibraltar dhe është Hormuzi i dytë i Mesdheut, pse? Shumë shpejt kur të si dim se i kontrollojnë disa njerëz që kanë lidhje direkt me interesa nga lart. Po takimi i Ramës me Macronin, si të duk, pse pikërisht në këtë moment ku po ndodh kjo valë e madhe e protestës në Shqipëri? Po mori miratimin ai, pra ai u lat kupton të atyre që unë kam mbështetjen e politikës ndërkombëtare, edhe unë mund të bëj çfarë dua, ju bëni çfarë doni, unë përsëri majkalit. Bëni këshillik domethënë. Pa, rrini urt, kot e keni, lodheni kot, kjo punë që ka nisur do të përfundojë deri në fund, do të kafshohen tokat e shqiptarëve. Do të largohen shqiptarët, rrini urt se s'keni për të fituar gjë. Shqiptarët që besojnë diçka nga kjo protestë në të një muaj ditë, s'do fitojnë asgjë domethënë? Asgjë, do dalin vetë se të humbur. Të thash, po ta përsëris për të tretën herë. Ndërkohë që njerëzit protestonin dhe protestojnë, janë miratuar projektet për të vendosur 100.000, të paktën 100.000 hebrej nga Zvërneci deri në Darzes të Fierit. Plus është dhënë shumë shpejt, janë dhënë në Divjak, do zihet Divjaka, do vendosen 50.000 të tjerë, janë dhënë kyçet edhe këtij Kepit Rodonit dhe po merret pjesa më e mirë e Shqipërisë. Po merret gjithë projekteti pse se ka ujë. Shumë shpejt botën do ta pllakos një krizë e frikshme e ujit pishëm. Deri në vitin 2030 nuk do të ketë luftra për naftë, se nafta nuk shtron asnjëherë, po do të ketë luftra për ujin e pishëm. Tash ata e dinë shumë mirë, sepse janë dienit studimeve të ndryshme shkencore që janë kryer, po që këtu mjerisht nuk janë thënë shumë, që shumë lumenj Shqipërisë do të thahen edhe shumë liçene. Pa ujë nuk ka jetë, ata po vendosen në Bregdet me qëllim që të ngrenë dhe olimpiadat e shkripëzimit dhe të kenë ujë pafund. Ta zgjidhin hallë bythës vetë. Ata duan t'i bëjnë këto gjëra. E diti që ata kanë vendosur dhe për t'i marrë këto toka, sepse janë 400, të paktën 400, unë jam i bindur janë shumë më tepër se aq. Janë 400 forca speciale izraelite të cilat presin që në qoftë se këtu protesta del jashtë kontrollit, se jo gjithmonë mund ta kontrollosh një popull të mashtruar. Bravo. Ata janë gati që të bëjnë reprezalje, të hakmerren këtu edhe të bëjnë namin. Në bashkëpunim me italianët. Po janë 400 forca, unë them edhe më shumë se aq. Ti e di që në Shqipëri, se ku janë si janë, mund synojnë të çojnë të përshkallëzojnë në luftë civile? Se kanë problem, nuk e kanë problem fare.
ata ja kanë vënë syrin, parat janë vënë, studimet e fizibilitetit janë bërë, ajo punë ka marrë fund, ata do t'i marrin nga Ishulli, nga Zvërneci deri në Divjak edhe kepin e Rëdonit. Kanë për ta marrë. Edhe do shkojnë edhe më thellë se aq, jam i bindur. Kjo është vetëm pjesa e parë që ne dim. Ndërkohë që njerëzit protestojnë, politika i ka duart e lira të kalojë shumë projekte, e bën fakt të kryer, ku ndërkohë shqiptarët kur të qetësojnë gjakrat, janë ndjeni gjithë politikanët që janë në parlament, të gjithë janë ndjeni. Janë ato 6 miliardë euro apo më shumë se 6 miliardë euro, jam i bindur që janë më shumë se 6 miliardë euro. Shpërndajnë për ata, Shpërndajnë për ata, ata e din planin. Populli gjithmonë e ha këtë punë. Populli gjithmonë e ha. E diti që shumë shpejt ne do kemi luftë në rajonin e Mesdheut? Një profesor i madh kines ka shkruar, në qoftë se nuk ndalen protestat, ose protestat dalin jashtë kontrollit dhe këto pengesa vazhdojnë, se protesta është pengesë. Në qoftë se këto protesta vazhdojnë, atëherë Mossadi, shërbimi i fshehtë izraelit, do organizojë luftë shumë shpejt. Çfarë luftë? Me qëllim që të tërheqë vëmendjen. Janë të betuar për ta marrë Shqipërinë. Luftë brenda një shteti për luftë civile apo luftë nga shtet me shtet? Po, do organizohen 3 kombe, 3 shtete. Greqia, Serbia, edhe Maqedonia me qëllim që të destabilizojnë Shqipërinë dhe Kosovën, sepse e brend ua kanë vënë syrin edhe Kosovës, sidomos Shqipërisë. Kosova dihet që ka pasuri prallore, është një nyje e fuqishme energjetike në Europë, sepse ata flenë mbi qymyr dhe mund të prodhohet energji pafund, pavarësisht kushteve të motit. E kupton, Mossadi do organizojë shumë shpejt luftë për ta marrë Shqipërinë, jo këto territore vetëm, për ta marrë gjithë Shqipërinë. Gjithë Shqipërinë. Bashkë me Kosovën. E kupton se çfarë bëhet, se ku jemi tani. Mirë, pse nuk reagon ky Rama bashkë me këto ministrat i dalin kundër ava? Kush i dal kundër? Këtyre. Po su dal ka, pa ta e kanë dhënë ato. Po të vi moment thotë ta kapi ajo ndërgjegje, se s'ka, nuk s'pas ke lexuar. Jo, po ta bëjmë formë edhe ironike këtë gjë, në kuptimin ka një libër që ka shku deri te forpike. Janë këto plejësie si nuk i thret as lloj gjëje këtu. Po e di ai, janë bërë ditura gjërat që në fillim që kur e futën, se nuk ka ardhur vetëm politika i vëlla. E kanë sjellë ato. Po gjithë kjo klasë politike ka ardhur nga të tjerë, ka bekimin e caustallarëve fuqishëm. E din ata, i kanë thonë do bësh këtë, po i kanë bërë, po do t'i bëj dhe po i bën ai. Këtu çdo gjë po bë, këtu jeta është me shumë siklet, jeta është me shumë vuajtje. Pse është me shumë vuajtje? Po është plani pra, është plani Çubriloviçit, i masonerisë, që Shqipëria duhet zbrazet, pikë. Pse? Se Shqipëria ka pasuri prallore, Shqipëria ka klimë të mrekullueshme, në Shqipëri është kënaqësi të jetosh. Është një vend i mrekullueshëm. Ato vendosen këtu ata. Jo vetëm aq, por ka dhe një diçka, pse është zënë Ishulli, pse duan ta marrin ishun e Sezanin? Por shumë arsye. E para, sepse kush kontrollon Sezanin, kontrollon dhe tregtinë e Mesdheut. Kur të filloj të rritet tregtia dhe kur të ketë një gjallërim të jashtëzakonshëm ekonomik midis lindjes së largme edhe Europës, shumë mallra, shumë anije do kalojnë nga sipërfaqja ujore e Shqipërisë. Po puna është se i duan izraelitët nga që duan të vënë taks, siç e bën fundit Irani me ngushticën e Hormuzit. Irani vë taks në sipërfaqen e vet ujore, do të kalosh paguaj taks thot. Po e di sa do humbas Shqipëria, vetëm nga mosvënia e taksave dhe ato para do t'i shkojnë lobit izraelit.